Eria Ago, e dashura e Safet Bajrit, një prej personave që është vënë në pranga për vrasjen e Fatbar Licit, dyshohet se ka ndihmuar atë në këtë krim. Ago, për SPAK dhe për policinë e shtetit, ka mbi shpinë akuzën e përkrajjes së autorit të krimit dhe është vendosur në pranga që në datën 26 shkurt, aktualisht ndodhet në burgun e Grave në Pogradec. Por ajo nuk është një emër i panjohur për drejtsinë shqiptare, edhe pse prej kohësh ishte kthyer në një biznesmene dhe kishte hapur një butik rrobash në një nga zonat më të frekuentuara të Tiranës, në rrugën Myslimshyri. Eria Ago është përmendur edhe në përgjimet që futën në burg Hermes Nikajin, i njohur ndryshe si Zogu i Tiranës. Në vitin 2020, përgjimet e Nikajt kanë nxjerrë në skenë edhe emrat e njohur të showbizit shqiptar. Një nga protagonistet në këtë rrjet prostitucioni është edhe Ishmisi. Në përgjime, Ago kërkohet nga Anjeza Bena për të kryer marrëdhënie intime dhe mesazhet përcilleshin përmes Zogut të Tiranës. Në ato kohë vetë Ago reagoi e revoltuar se nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen. Ajo pretendonte se e gjitha ishte një shpifje për të hedhur balt mbi figurën e saj, pasi ajo nuk kishte nevojë për para. Pas kësaj ngjarjeje, emri Eria Agos u zhduk nga mediat dhe vëmendja e publikut, por la pas një sër intervistash ku e paraqiste veten si balerin, më pas si modele në shumë sfilata mode, gjithashtu edhe figurante në klipe të ndryshme muzikore. Madje kishte përfaqësuar edhe Shqipërinë në Miss Tourism Queen 2013. Në një nga intervistat që kishte dhënë ato kohë, fliste edhe për dashurinë. Dashuria çon botën përpara, dashuria të lë pa gjumë, por edhe të jep dritën e jetës. Dashuria nuk duhet të mungojë kurrë në jetën tonë. Dashuria për familjen, për punën, për gjysmën tënde, për gjithçka. Për të ende nuk ka një vendim fajësie dhe derisa ta thotë gjykata, i prezumohet pafajësia, por ndërsa pret për një vendim nga organet e drejtësisë, Eria tashmë është në pranga, duke u futur në histori si një ndër vajzat që kanë asistuar të dashurit e tyre që t'i marrin jetën dikujt.